Arsyeja që Pthiri u ngrit në nivelin e metropolisë sepse u bë një qytet shumë i madh. Dhe kisha shkon aty ku janë njerëzit. Dikur ishte Apollonia sepse aty ishin njerëzit. Dhe në këto 10 vjet shikohet një ndryshim jashtëzakonisht i madh. Shpejt përgëzoi metropolitin e Fierit Nikollën për punën e tij vazhdueshme, konsekuente dhe pa u lodhur. Sepse kur e bëjnë punën tjerët, shpeshherë duket shumë lehtë. Madje njerëzit dhe ne kritik, por që ka bërë një punë të lavdërueshme, e kjo është një dhuratë për qytetin e Fierit, për gjithë Kishën dhe për gjithë vendin tonë. Ideja e kujtimoreve kjo ka qenë. Ishte një thirrje. Është fjala jubile. Vjen nga hebraishta jabal, që ka kuptimin e bririt, kur thyrnin bririn që thirrnin popullin. Kështu jubileu është një thirrje, jo vetëm thjesht fizike, por një thirrje shpirtërore për të medituar, për të kujtuar të tjerët, sepse ne duhet të shmangim asaj kulture që gjithë mendojnë se kur fillon viti 0 me ata, se sa keq e kanë bërë ata që ishin para, sa mirë bëhet e shoh. Ne ndërtojmë në vazhdën e të gjithëve. Kisha ka një vazhdim, si çdo shtet ka një vazhdimsi, e duhen kujtuar edhe përgëzuar vazhdimisht. Në këtë botë të realizuar mesazhi që pata dhënë për Krishtlindjen kjo ishte. Nëse do ketë një paqe reale, duhet fillimisht një paqe e brendshme, një paqe shpirtërore. Sepse paqet që bëhen që varen nga kushtet gjeopolitike, nga interesa ndryshme, ato mund të prishen shumë shpejt, siç e shikojmë ne. Vetëm një paqe e thellë shpirtërore mund të paqtojë njerëzit njëri me tjetrin, gëzuar dhe për shumë vjet.